Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahun e madhuar falenderojmë, vetëm për të ndihmën dhe falë kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin me Muhammedin alayhi salatu wassalam, bi familjen e tij, shokët dhe gjitha që ndjekin rrugën e drejtë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, jemi sot në takimin e radhës në këtë ditë bekuar, ditë xumaje, ditë e veçantë për neve si besimtar, dhe në kuadër të ligjëratave tona në këtë pjesë para ezanit, jemi duke trajtuar disa ngjarje, disa udhëzime, tregime të rëndësishme nga jeta e Muhamedit alayhi salatu wasallam. Kemi përmendur që disa herë se jeta e pejgamberit për neve është shumë e veçantë, shumë specifike. Ne duhet t'i kushtojmë vëmendje të posaçme tërë asaj që ka të bëjë me Muhamedit alayhi salatu wasallam. Fjalët e tij, udhëzimet, veprat, lëvizjet, sjelljet, edukatën, krejt që ka të bëjë me jetën e tij për neve është interesant, është rëndësishme. Është mësim e udhëzim i domosdoshëm që ne udhëzohemi përmes asaj që vjen nga Muhamedi alayhi salatu wasallam. Në anën tjetër kemi përmendur se edhe kena më u pyet për këtë njeri. Zoti xhallahu ala e ka dërguar udhëzim e shpëtim, andaj Allahu ka më i pyet njerëzit për Muhamedit alayhi salatu wasallam. Sa e kanë njoft këtë njeri, sa e kanë pasu këtë njeri, sa kanë përfituar nga mësimet e tij e kështu me radhë. Prandaj ne po marrim nga jeta e tij stacione të përzgjedhura, të rëndësishme që së paku ta njohim jetën e pejgamberit përmes zhvillimeve më të rëndësishme që ka kaluar në për to i dërguar jon Muhamedi alayhi salatu wasallam. Në takimin e fundit kemi përmendur një ngjarje të jashtëzakonshme që nuk i ka ndodhur askujt dhe nuk do t'i ndodhë përveç se Muhamedit alayhi salatu wasallam. Udhëtimi në Isra dhe Miraj, udhëtimi i pejgamberit natën dhe ngritja e tij në qiell, me gjitha ato ngjarje dhe zhvillime është shumë interesante. Por kjo nuk është vetëm një rrëfim që ne e tregojmë, por është edhe një mundësi e madhe që të mësojmë shumë nga jeta e Muhamedit alayhi salatu wasallam. Prandaj në takimin e kaluar kemi marrë disa përfitime praktike dhe udhëzime konkrete nga ky udhëtim. Çka na përfitojmë? Çka na mësojmë nga udhëtimi i pejgamberit alayhi salatu wasallam në Isra dhe Miraj? Kur është kthy pejgamberi nga udhëtimi i Isra dhe Mirajit, nga një udhëtim që e përshkruante në detaje, e nuk ka mundësi një njeri në aso detaje me përshkruan një udhëtim që s'ka qenë në atë udhëtim. Ai u përshkruante detajet e xhamisë së Aksas, ndërsa asnjëherë më herët s'kishte qenë. Dhe ata që kanë qenë në xhamin e Aksas e pyetnin, e kjo këtu çka ka, e kjo këtu çka ka përgjigje, ku e dinte? E mos flasin për udhëtimin e qiell që rrëfante pejgamberi alayhi salatu wasalam atë që ka pa. Megjithatë, ndërruar vëllezër, kryeneqet, domethënë nga populli Kurejsh, nga udhëhecit, nuk besuan. Dhe kjo ishte edhe një argument shtesë dhe bindës se ka njerëz që nuk ju interesojnë argumentet. Ka njerëz që nuk ju bën përshtypje faktet, por aty ne i bën përshtypje interesive të personal. E vërteta për ta sillet ka epshi tyne. Nëse ka interes, ka dobi, ai thotë që kjo është e vërtetë. S'ka interes e man. Përkundër faktit se ka argumente, ka fakte, ka prova, i refuzon. Andaj Kurejsht e Mekës nuk ishin asnjë arsye, madje as më të voglën me refuzu Muhamedit alayhi salatu wasallam. S'kishin arsye. Pse e refuzuan? E refuzuan për shkak se mësimit e tij nuk përputheshin me interesat e tyre. E është normale të ndërruar se Islami nuk ka ardhur me u bë qefi njerëzve. Allahu se ka dërguar fen islame, se ka dërguar pejgamberin alayhi salatu wasalam që njerëzëm jo bo qefin. Nga se qefit e njerëz janë shumë, me lonë një udhëzim fetar në qefet njerëzve, qysh bot feja. Veç me lonë për shembull gjumon,
me vetë sëstin nësa e kështë falë ti, kur se kështu falë një sahati. Dikush në 9, dikush në 8, dikush në 3, dikush në 5, e ka një vakt për shtatu ti. Ndaj duhet që një autoritet ti përcakton rregullat të tjerë i përshtatemi rregullave të këtij autoriteti. E për neve autoriteti pa kontestueshëm është Allahu te bareku teala. Ai e ka zbrit Kur'anin, ai ka përcaktuar rregullat, tash ne duhet i përshtatemi rregullave. Që kjo është e logjikshme. Një fe që i përshtatet njerëzve nuk mbetet fe mo. Një fe që për shembull e lejon një sen që dedje ka pas ndaluar, për faktin se njerëzit s'pe pranojnë që çdo hajtë të ndrojmë, kjo s'është fe mo. Nuk është fe e Zotit mo. Andaj Islami është fe e Allahut azza wa jall. E vetmja fe tek Allahu e pranuar dhe vetmja fe e mbetur në tokë e Allahut. Gjitha tjerat kanë ndërhyrje të njerëzve. Kanë leju, kanë ndalu, kanë ndryshu, kanë formsu, në përputhje me kërkesat, interesat e ndryshme të njerëzve dhe të kohërave që kanë kalu. Andaj, Kurajsht e Mekës kërkon një fe të kësaj natyre. I thëshin pejgamberit, ndroj pak këtë Kur'an, ndroj pak këto rregulla, mos e shtrëngo këto, lejena pak qëta. Ndërsa Muhamedi në çfarë thonte? U thonte, unë jam veç i dërguar, s'është çështja në dorë tëm. Nuk është feja në dorë të pejgamberit, ai s'ka pas drejt me bën negociata me njerëz mbi parimet e Islamit, nga se parimet e Islamit janë të Allahut. A ka mundësi dikush me negociu sot për shembull për gjumon, me negociu dikush për shembull për 5 vaktet, me hoxhallar, me dietar, hajde bim një vendim që pe tutje, pe falim ka 3 vakte, ose ka 2 vakte, se vëllai 5 njerëz s'pi falin apo. A mund e bën këtë dikush? Ja, nuk mund me o kërkosh. 500. Kush i fal, kush i fal, mbetet përgjegjësia për Allahut manduar nëse komandon llogari. Mirë po, me shiku tash njerëzit që s'po falen, e hajtë u lehtësojmë e të anulojmë vendimin e Allahut, na s'kem kompetenca. Ne nuk kemi kompetenca me anulu vendimin e Allahut te bareku teala. E ai që anulon është Allahu azza xal. Prandaj lehtësimet që mund t'i marrim duhet të jenë të legjitimuara nga udhëzimet e Allahut, po jo nga teket tona apo nga qefet tona apo çfarë do qoftë që mund të bërë nga njeriu. Prandaj këtë koncept të fesë nuk kishte mundësi me kuptu Kurajsht e Mekës, as nuk don me pranuar. Prandaj ata refuzonin. Edhe pse pejgamberi s'u erdhi me fakte, me argumente, ata refuzonin. Madje u shtu arroganca e Kurajshve edhe më tepër të ndërruar vëllezër, pasi që pejgamberi s'u kthy nga Israja dhe Miraxhi. Në vend që të zbutet pak e të ulet mendojnë, aty një shtu arroganca. Pse ju shtu arroganca mas Isras dhe Miraxhit të ndërruar? Pse ju shtu problemi? Filluan me i bo presion shumë pejgamberit alayhis salam. Filluan tash edhe më tepër ta aktivizojnë makinerinë e shpifjeve, akuzave të paqëndrueshme kundër Muhamedit alayhis salam. Pse? Kjo është e qartë të ndërruar. Sa më tepër fillon e vërteta të qartësohet, të bëhet më fuqishme, apo kundërshtarët e saj tërbohen më shumë. Kjo rregull. Nësa ma tepër njerëzit për shembull kthehen tek Zoti i manduar, pajtohen me udhëzimet e Zotit xhella xhelaluhu, ndjekin rrugën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, fillon të qartësohet e vërteta, fillon të qartësohet e duhura, sa ma tepër ndodh kjo, pala kundërshtuese çka bën, tërbohet më shumë, organizohet më fuqishëm, mundohet edhe më shumë me e kundërshtuar të vërtetën. Prandaj të ndërrohet Kurajsht e Mekës refuzuan, jo pse u fuqizua argumenti i tyre, por për shkak se u dobësua dhe më shumë argumenti i tyre. Dhe tash kur pejgamberi më pas se edhe mas kësaj këta nuk besuan, nëse edhe mas Isras edhe Miraxhit nuk besuan, tash filloi me kërku seriozisht pejgamberi alternativa tjera. Në çfarë kuptimi alternativa tjera? Me kërku fisë tjerë, me kërku njerëz tjerë, me që nuk po dëni me e pranu, populli i tij këtë nder, këtë mundësi që Allahu po e jap, nuk po dëni, po refuzoni. Filloi pejgamberi tash që të jetë më aktiv në komunikimet e tij me fisët e tjera, veçanërisht në sezonat e njohura
për takime, sikurse për shembull ishte haxhi. Haxhi edhe në atë kohë, i dhujtarët bënin haxh. Domethënë haxhi tyne ishte shumë i cunguar, i mangët, po e kishin një vallë haxhi tyne që e vizitonin Qabën në kohë të caktuar, bënin rituale të caktuara, e këtë tubim të njerëzve masiv që vinin në fiset shumëta edhe vizitonin Qabën, shfrytëzonte pejgamberi mundësinë që me ta takohej. E të thonte kush po e merr këtë fe të Zotit edhe me nderu Allahu. Kush po më ndihmon ta shpërndoj fenë e Zotit. Don pejgamberi kërkonte një lloj përkrahje, nga se i duhej përkrahje me vazhdu tutje. Ndërsa agja i tij fatkeq Ebu Lehebi shkonte pas tij e thonte ky është i devijum, ky është i çmendur, mos e dëgjoni, domthon refuzoni e kështu me radhë agja i tij. Prandaj Allahu xhalla ora zbriti ajete që e mallkoi Ebu Lehebin, tabbat yada abi lahabin wa tab. I mallkuar qoftë Ebu Lehebi, mallkim. Nëse ti nuk don me pranu, le një strat më pranu. Nëse ti ki interesa që s'mundesh me ilon, epshin ton s'mundesh me ilon, që ti bindesh Allahut manduar, le njerëz tjetër apo të Allahut, le njerëz ti kthejnë besimin në Zotin. Nëse Muhamedi alayhis salam nuk i thirrte njerëz ka vetja, e Ebu Lehebi tash me pas frikë se po ja merr pushtetin. Jo. Pejgamberi nuk i thirrte njerëz ka vetja, po i thirrte njerëz ka Allahu azza wa jall. Këta në tek Zoti i manduar. Deri sa një ditë ndër u takua me një njeri i tha prej kaje ti bre burr. Ai tha se ishte nga një periferi e Medinës. Në Medinë ku pastaj u shpërngul pejgamberi sa. Tha pejgamberi sa: "A pranon popullit këtë ofertë edhe të merr në mbrojtje këtë mision?" Tha: "O i dërguari i Allahut", ai kishte besuar pejgamberi sa. Tha: "Po." Pastaj u kthy. Tha: "O i dërguari i Allahut, kom frikë dështoj me popullin tam. Nuk e di çka thonë. Më le që ti takoj, ti u bëj ofertën, pastaj vi edhe tregoj." E kjo vi e tregoj kur i bën të marr tek vit në arshëm, nga se njerën vet ata beshin qabe. Por do ishte Allah i manduar që ky njeri shkoj e punoj mirë tek fisi i tij atje, edhe aty ju duk kjo ofertë interesante, udhëzim interesant, ku i fton të njerëzit besim në Allahun, të largojnë padrejsinë, ta dojnë njëri tjetrin, të largojnë besëtnit, të largojnë punë të këqija me zveti. Njerëz ishin të etur nga, ishin të etur për një udhëzim të këtill. I kishte lodhur besëtnia, i kishte lodhur luftat e pakuptimta, i kishin lodhur problemet e shumta, kërkon një zgjidhje rrugdalje. Dhe këta ishin njerëzit modest, nuk kishin kalkulime e psharake sikurse Kurajshit. Dhe vit në arshëm, vitin tjetër, erdhën një grup nga këta besimtar që u konsideruan si ensarët e parë, përkrasët e parë të pejgamberit që përgatiten tash me terrenin që të shpërngulej pejgamberi në Medinë. Në kjo ka qenë një fazë e rëndësishme për pejgamberin alayhis salam, se këtu tashmë ka filluar takimi kryesor, edhe pejgamberi ka pas edhe 2 apo 3 takime me ensarët e Medinës që kanë ardhur grupe të pejgamberit edhe i janë besatu pejgamberit alayhis salatu wasalam se kanë me përkra, kanë me rujt qysh e rujnë familjen e tyne, qysh e rujnë jetën e tyne, qysh e rujnë pasurinë, veç hajdet e nabëzën. Dhe pejgamberi kur e pas se këta janë burra, janë serioz, edhe i kishte daj ti ka pas nga Medina pejgamberi alayhis salatu wasalam, prandaj u plotësua kogja mirë, domethënë situata dhe oferta, dhe pejgamberi filloi seriozisht me mendu për shpërnguljen e Medinës. Edhe pse Allahu azza wa jall është ai që e udhëzoi pejgamberin për të shpërngulur në Medinë. Dhe ja lehtësoi tash gjithë ato rrethana që ai të shpërngulej lehtësisht në Medinë. Mirë po, për këtë pjesë të negociatave, të ardhjeve, të para që shkuan në Medinë, do të flasim inshallah në takimet e ardhshme. Mirë po, për sot të nderuar, dua që të ndalem brenda minutave që na kanë mbet deri në ezan, me këtë pjesë që e përmenda dhe disa dobi që ne mund t'i marrim nga këto që u përmendën. E para të nderuar, ka njerëz që Allahu i begaton mirësi, vjen Allahu mirësi. Por fatkeqësisht nuk din me vlerësu mirësinë. Nuk din me vlerësu begatinë që Allah ka.
dhe tregon arrogant, tregon mendjemdhej, tregon refuzues, dhe Allahu a merr begatin. Sa begati njerëz s'ka di me vlerësu, kur e kanë hupe, kanë ditë që ka qenë begati. Për shembull, një raport me një njeri, një situatë të caktuar, një mirësi që Allahu ta ka dhënë, nuk ka ditë me vlerësu njeri. Dhe gjithmonë e ka lakmuar tjetrën, po e kam këtë, po të kisha pas. Gjithnjëherë lakmon atë që se ka, ndërsa nuk e vlerëson atë që e ka. Kjo është natyra e njerit. Por na si musliman duhet që jemi të vëmendshëm që ti vlerësojmë begati që Allah na i ka dhënë. Ti vlerësojmë mirësi që Allah na i ka dhënë. Ti jemi falendërues, e ato që nuk i kemi, nëse na duhen ti kërkojmë, e të punojmë për to, po jo të lakmojmë. Jo të lakmojmë gjithmonë të huajen, tjetrën, nga se e kemi tonën. Andaj shikoni për shembull të ndërroz në aspektin e besimit. Në aspektin e besimit. Në aspektin e udhëzimit fetar, adhurimin ndaj Allahut mënduar. Allahu na ka nderuar. Kjo është begatia më e madhe që kemi, që Allahu na ka ndriçuar zemrat me këtë besim. Që Allahu na ka ndriçuar mendjet me këto udhëzime. Që Allahu na ka nderuar e ta kemi pejgamberin ton kon Muhammedin alayhi salatu wasalam. Andaj duhet me vlerësu. E si bëhet vlerësimi kësaj begatie? Duke mësu këtë fe, duke shtu bindjen këtë fe, duke ju përgjigj thirrjeve të kësaj feje, nga sa është begatia e Allahut te barekuhu teala. Mirë po nëse na nuk jemi të kujdesshëm, çka ndodh? Allahu te barekuhu jap këtë begati tjerë apo? Allahu na ruaj. Ne duhet me ruaj këtë begati. Shikoni për shembull sa e kam përmend Sara, qase kjo është fakt, kjo është statistikë e regjistruar. Nuk është kjo veç informat që sillet në rrjetet sociale, po janë statistika të regjistruara. Mund të gjeni lehtë kudo qoftë. Sa është numri në botë i njerëzve që brenda një viti bëhen musliman? Sa është? Qyre, lehtë e kime e gjithë. Si janë musliman, mund t'jenë të feve tjera, mund t'jenë ateist, fare nuk beson. Dhe në totalin e statistikave del se feja më e pranuar në botë është Islami. Kjo është informat e re. Kjo është diçka që e çka e të thonë. Jo, e njohur. Shumë lehtë e gjetë. Madje distanca mes Islamit si feja më e pranuar dhe ndonjë fe tjetër mas Islamit si e pranuar është shumë e madhe. Nuk është dëmë dallimi i vogël, sikurse për shembull një student i ka marrë 20 pojna, për 20 komplet. I dyti në 19.5. Për gjysë pojni ky ka kaluar, për shembull, afër kanë qenë. A është Islami në raport me një fe tjetër që kështu ka qenë afër? Jo, vëllazi, distanca shumë e madhe distanca atë. Don dhjetra madje kalon numrin maramendës të njerëzve që vinë e dëshmojnë se musliman. Dhe kjo veç sa është mundësia të regjistrohen, sa ka tjerë që nuk regjistrohen, e pranë Islamin, vazhdon jetën e tij, nuk regjistrohet. Veç me regjistrim sa ka të ndërlodhë nëzër. Andaj kjo është feja Allahut, s'ka kush e nolto, nuk ka kush që mundet me e fik dritën e diellit me frymën e gojës. S'kan kjo punë kështu, apo dielli nuk fiket. Por çështja është kush po don me qenë nderuar. Andaj pejgamberi sa u ofron te arabëve, u ofron te fisit vet, popullat merrnë se Zoti me këtë komë ju nderu. Por disa pranuan, disa refuzuan, deshti Allahu a dërgoi kujt? Medinasve. Ata morën dhe mbrojtën pejgamberin alayhi salatu wasalam. Andaj njëri duhet me vlerësu begatinë që Allah ka në besim, në shëndet, në pasuri, liria që Zoti na e ka dhënë. Shteti që kemi, në begati do të me rujt, e me vlerësu, po jo është me shajtë, me akuzu e me bo. Ruaj e vëlla. Mirë është bo, elhamdulillah. A ka hapësirë po më bo mirë, po qëshja, ani puna për bon mirë. Që aty ku kalon dikush pras, ti plëtsaje. Që aty ku kalon dikush mongo, ti plëtsaje. Mirë, po veç me këshirë me sytëzije, me rësije, me shajtë, nuk është kjo punë që na mundësën me shku për para të ndëvëzërët. A e duhet me bashkëpunu me zveti, me arrujt këtë vend, me arrujt këtë arritje të madhe që kur se këna pas, që shtu qëfare kemi sot. është begatie madhe që Allah na ka ndërua. Prandaj të ndërua, pejgamberi sa donte njerëz me i vetëdisu për mirësinë dhe begatinë që e kanë ato. Gjithashtu nga që marrën me përmbyllje nga kjo
shikoni të ndërruazër zellën e pejgamberit alayhi sallam. Shikoni të ndërruazër për kushtimin e pejgamberit son për udhëzimin e njerëzve. Nuk është vetëm shkumi thonë njerëzve kush po merr me mbrojt, kush po merr me ndihmu. Shiko, ai nuk kërkon të këtë për shembull për përfitime materiale. Nuk e kërkon të këtë për pozitë. Se kërkon të këtë për këtë çështje. Absolutisht, nga se dëshmit janë qarta për çfarë kërkon të. Ai kërkon të që njerëz të udhëzohen, mos të vrohen me zvete, mos plaçkiten, mos të dëmtojnë, mos bëjnë zullum, mos të jetojnë në errësirën e mosbesimit, në pa arsyeshmërinë e paganizmit e idhujtarisë, po të jetojnë në qartësinë e besimit në Allahun, në bindjet e pastakta, të jetojnë në natyrshmërinë që Allah i ka krijuar, në punët e mira, në virtyte, në vlera. Kjo është e kërkesa. Dhe për këtë kërkon të përkrahje edhe mbrojtje. Prandaj të ndërrozër, sot që njëri mund me pas mirë, edhe me kënd vërtetën, nëse s'ka përkrahje, nuk ka mundësi jam u përhapa këtu. Prandaj duhet me qenë përkrasit mirës, duhet me qenë përkras i dobishmës, jo me nejt indiferent, jo me nejt larg, por nëse është se një e mirë po përhapët, një udhëzim po përhapët, një besim po këndell njerëzit, ne duhet jemi afër që të ndihmojnë për kraj me atë që kena mundësi, nga se kurrë që është pjesëmarrës, Zoti ka me e shpërbly shumë fish. Kjo është një pjesë nga jeta e pejgamberit sa me disa udhëzime, e do të vazhdojmë inshallah në xhumat të ardhshme, tash me përgatitjet konkrete për ta lëshuar Mekën, që se kishte fare let pejgamberi alayhi salatu wasallam, dhe të përgatitet që të kalon të një ambient tjetër, ku tashmë do të ishte më i lirë për ta përhap fenë Allahut dhe shpërndon misionin që Allah me të e ngarkoi. Allah na bëft të vëmendshëm e të vetëdijshëm që t'i vlerësojmë begatitë që Allah me to na ka dhëruar. Besimin ton, fenë ton, përkatësinë ton, e shëndetin, e shumë mirësi që Allah na i ka dhënë. Edhe Allah na bëf përkras të së mirës, e na lutë Allah që asnjëherë mos të rreshtohemi me vedi apo pa vedije në radhët e atyre që fatkeqësisht kontribuojnë për të keqen e besimtarëve dhe të keqen e popullit edhe të vendit tonë. Me kaq për këtë pjesë, sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslimen kathira.